Shkodra dhe gjithë Shqipëria duhet të dalë nga harta e vendeve kultivuese të bimëve narkotike. Ky ka qenë mesazh i qartë i drejtorit të policisë së shtetit Hysni Burgaj gjatë një takimi në qytetin verior. Gjatë fjalës së tij, Burgaj ka vlerësuar arritjet e policisë gjatë vitit 2012-2013, por ka vënë theksin edhe tek mangësitë dhe problematikat që duhen përmirësuar. Burgaj ka thënë se duhet bërë më shumë në drejtim të sensibilizimit kundër narkotikëve. Rezultatet e arritura deri tani natyrisht që ndikojnë në rritjen e kërkesave objektivave dhe standardeve tona. Pasi ne synojmë jo thjesht të reduktojmë këtë fenomen, por ta eliminojmë tërësisht të gjithë ju që jeni pranishëm në këtë aktivitet të sotëm, por dhe të gjithë strukturat e policisë shtetit, pushteti vendor, tek drejtuesit e institucioneve, në të veçantë të shkollave, që do të bëhet një sensibilizim dhe punë parandaluese që në këto ditë me qëllim që këtij fenomeni të japim fund edhe në këtë qark. Si kryetari i shtabit të qarkut në luftën kundër narkotikëve, prefektja e Shkodrës vjoi në të njëjtën gjatësi vale me kreun e policisë, duke thënë se duhet bërë më shumë për sensibilizim.